Përshëndetje shikues të Channel One, mirë se erdhët në Info Morning. Në këtë ditë të enjte do të jemi së bashku për rreth 50 minuta transmetimit të drejt për drejt. Sigurisht që do të përcjellim tek ju ndryshimet që kanë mësuar temperaturat e motit, ato që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor, për të vijuar më pas me pasqyrimin e shtypit të ditës e sigurisht për të ndalur dhe tek informacionet dhe zhvillimet më kryesore, por sigurisht si çdo ditë tjetër dhe sot do të vi për ju dhe rubrika e kalendarit historik. Të gjitha këto do të kemi mundësi që t'i shpalosim hap pas hapi së bashku në Info Morning në ditën e sotme, ndërsa tani në këto momente do të fillojmë menjëherë me ndryshimet që ka pësuar temperaturat e motit për ditën e sotme. Kanë qenë këto temperaturat minimale dhe maksimale të cilat do të na shoqërojnë gjatë ditës së sotme, ndërsa në këtë moment është radha të ndjekim ndryshimet që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor i shohim. Është qasti pasqyrimit të shtypit të ditës dhe do ta nisim me gazetën Shekull, e cila vjen me krye artikull Shqipëria status pa kushte, raport progresi. Komisioni Evropian vlerëson qeverinë Rama Meta, apel për drejtësinë, është i bashkëqyruar ky shkrim dhe me foton Fyli dorëzon pon Ramës dhe Metës, atmosfera festive në takimin e tretë të dialogut të nivelit të lartë Shqipëri-BE. Komisioneri i zgjerimit, kryeministri dhe kryetari i kuvendit thirrë Partisë Demokratike që të bashkëpunojnë në faqen 6 dhe 7 do të keni mundësin të lexoni këto detaje. Rekomandime e Këshillit Evropian që vendi të marrë statusin e vendit kandidat, vlerësime për reformën në drejtësi, deklarimin dhe konfliktin e interesave, kërkohet ndëshkimi të korruptuarve në faqen 4 dhe 5. Europa, Financial Times, shanse për Shqipëri në faqen 7, Puk nga kronika i shpërthen ndriçuesi elektrik në duar, humbi jetën nëna e 8 fëmijëve në faqen 14. Koncerti i statusit dhe Qingjiet e Nuribeut në faqen 8, Tiranë përndishte 33 vjeçaren shqiptare pranga greku të dashuruar në faqen 14. Më në brëndësi, përfituesi ishte përndjekur i qeveria ndryshon ligjin për kompensim në faqen 15. Sadridanaj rilindje dhe për Këshillin e Qarkut Vlorë në faqen 10. Firma e Didit lirohen nga policia antarët e grupit Çiftelia në faqen 14. Artan Lame, fshatrat turistik, dritë jeshile për privatizim dhe legalizim.
Dhe me këtë shkrim, mbi legalizimet, ne kemi mbyllur titujt kryesor të gazetës Shekulli për ditën e sotme, ka qenë gjithçka që kjo gazetë ka publikuar në faqen e saj të parë. Në këto momente do të zhvendosemi tek e përditshmja Koha Jone, cila për ditën e sotme vjen me krye artikull Nota 10 u fitua pritet 23 qershori, dhe ky një titull dedikuar raport progresit nga Komisioni Evropian dhënë gjatë ditës së djeshme për Shqipërinë. Dje kryeministri e mori dëftesën e mpjekurisë evropiane, por ka edhe një provim nga ministrat e jashtëm të BE-s. Shqipëria në ankth për dhimbje barku të ndonjë shteti ku fituan ekstremistët evropian në faqen 3. Do të vijojmë më tej me presidentin Nishani, duke u takuar me presidentin Obama gjatë ditës së djeshme në Poloni në faqen 2. Edi Rama dhe Ilir Meta dje duke lidhur besabes në praninë të Stefan Füle të Komisionerit për Zgjerim në politikat e Bashkimit Evropian në faqen 23. Vendimi miratohet ligji gjoba nduanpjersve dhe pronarve të lokaleve në faqen 14. Investimet nga sjellësi TAP, 2 kompani të rriqe nga projekti në faqen 8. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dyndet në Brazil $20.000 biletat e finales. Rënditja lista 10 lojtarët më të shtrenjtë në botë në faqen 22. Intervista Stefan Qipa, marrëdhëniet e mia me Ramën dhe deputetin Kokdhima në faqen 6 dhe 7. Duhet menduar edhe për turizmin mitologjik në faqen 14. Ditën e djeshme, regjisorja Donika Mustafaj shfaqi suksesshëm premierën e dokumentarit. Donika Mustafaj, autografisë si tjetërson timoni shqiptarët. Pasojat e goditjes në trusi duhet të trajtohet sëmundje, specialisht shëndetësi. Efektet e vitaminës D kundër artritit dhe sklerozës në faqen 18, këshilla për aliabetikët, çfarë duhet të konsumojnë në mëngjes. Dhe me këtë shkrimë dedikuar kujdesit shëndetësor, kemi mbyllur titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Do të zhvendosemi tek e përditshmja integrimi për të parë se cilët janë titujt kryesor. Sigurisht që e gjithë vëmendja duket se gjatë ditës së sotme pra është përqendruar në rezultatin e raport progresi të dhënë nga Komisioni Evropian. Rekomandimi pro IKS, Shqipërisë të jepet statusi kandidat pas një rezervë. Komisioneri për Zgjerim Fyle në raport pasqyrohet progresi i kohëve të fundit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të inkurajuar për angazhimin për reforma. Në faqen 2 deri në faqen 5 do të mund të lexoni të gjitha detajet e këtij shkrimi. Kryetari i Kuvendit takime komisionerin për Zgjerim Stefan Fyle. Tryeza nivelit të lartë Shqipëri BE, Ministria Gjosha, ky raport shtyse fort që të mos ndalemi në reforma në faqen 3. Kryeministri vlerëson punën e 2 ministrave Rama, Gjosha dhe Bushati të denjë për ambicien e Shqipërisë europiane në faqen 2. Gazeta prestigjioze Financial Times, vendet e Bashkimit Evropian do të japin Shqipërisë statusin kandidat në fund të muajit në faqen 3. 10 dhjetori, Komuna Lushnjë, zona martire e luftës së dytë botërore. Meta, Shqipëria vendosur të vijojë thellimin e reformave në faqen 2. Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Integrimi për ditën e sotme. Bëhemi gati për të zhvendosur tek një tjetër gazetë dhe për të parë të tjerë tituj. Do të jetë radhës Gazeta Shqip, e cila vjen me titull kryesor Prokuria thret Arben Imamin. Drejt mbylljes hetimet për fushatat publicitare të Ministrisë së Mbrojtjes dhe asaj të Brendshme, pyetet edhe Hysni Burgaj, ish Ministri i Mbrojtjes merret në pyetje për tenderin e reklamave në faqen 7. Komisioni Evropian rekomandon pakusht dhe statusin kandidat për Shqipërinë. Doni të evropianizohemi, filloni të vendosni rripin në faqen 9. Irinej konfirmon një anullatusin si të huaj në faqen 9. Shëntërimi Kishës u shndrua në provokim. Intervista Plum Xhufi flet për Irinejn dhe Gexhi në faqen 6. Ristani flet për banditët në takimin me Bashkimin Evropian. Fyle e qorton në faqen 4. Mbyllet greva e urisë të larguarve nga administrata. Qafzezi nuk arritëm asnjë rezultat. Qeveria nuk reagoi. Do të shohim më tej, largohen nga policia 5 ish drejtues në faqen 11. Tërmeti në Bashkimin Evropian, një ogur për politikën shqiptare, nga Flamur Kuçi në faqen 9.
Do të shohim më tej rezidenca, polici, anti-kanabis i dhunojnë prindrit, vijojnë problemet në Kurvelesh, presion për të mos të vazhduar me kontrole. Top Fest 11, kandidatët për Best Pop dhe Rock flasin për veten dhe njëri tjetrin në faqen 20. Nga futbolli, Shqipëria nuk përmirësohet, humbet pa lënshenjë në Hungari në faqen 22. Vijojnë më tej në suplementin ndryshe, joshja si ta bësh për vete një mashkull në faqen 17. Që ndodhi me burrin që i doli përpara tankut në faqen 18, letërsia 22 fragmente mençurie nga George Orwell në faqen 19 të Gazetës Shqip, dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të Gazetës Shqip për ditën e sotme. Do të kalojmë tek një tjetër e përditshme, do tjetë e radhës, Gazeta Tema, që vjen me krye artikull statusi rekomandim pa kushtëzime. Është i bashkëqyruar ky shkrim dhe me foton e komisionerit për zgjerim në Bashkimin Evropian Stefan Füle, kryeministrit të vendit Edi Rama dhe kreu të parlamentit një herësh, kreu të Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta. Kryeministri konsideron raportin e komisionit më shumë punë për qeverinë në faqen 4 dhe 5. Editorial nga Mirobaze, grevistët e poshtëruar nga PD-ja në faqen 8, Antena brenda familjes, grevistët e përndjekur letër Kunatit, batutat çfarë ndodhi në takimin me Stefan Füle në faqen 7. Vijojmë më tej, do të ndalemi tek të tjera rubrika, të cilat do të mund të lexoni në brendësi të Gazetës Tema. Financial Times, Bashkimi Evropian do jap statusin në fund të muajit. Ja çmendojmë në diplomatët për qeverinë e Ramës në faqen 3. Ja nota e KE-s për qeverinë e re, vlerësime për reformat, problem drejtësia dhe klima politike. Vdekje, mjerim dhe fëmijë në industrinë minerare në faqen 10, me syt nga Franca e Britania në faqen 8, të shriturit dhe të blerët në faqen 9, 60 gështata pa Rusinë e pastaj një pyetje kjo, përgjigjen e së cilës do të mund ta gjeni në brendësi të Gazetës Tema, dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme. Do të vijojmë me një tjetër të përditshme, është e radhës, Gazeta Telegraf, e cila vjen me krye artikull për ditën e sotme: bojkotoni blushin, ndryshe ju shkarkuam nga detyra. Përçarjet në Partinë Socialiste ka nisur të shfaqen jo vetëm në qendër, por edhe në bazë. Ministra dhe deputet kanë nisur presionet mbi drejtorët, duke u ofruar emrat e miqve për punësim dhe urdhëruar largimin e tyre që mbështesin blushin në faqen 4. Ish kuadri i Florës, Fatos Voshtina, ju rrëfej ditët e vështira dhe përplasjet në Pasha Liman me rusët në majin e vitit 1961, incidentet, marrëveshja për ndarjen e nëndetësve dhe reagimi i Hrushovit në faqen 10 dhe 11. Shikojmë më tej të tjera shkrime, më në brendësi do të mund të lexoni: Shqipëria kalon klasën, politikanët shqiptar të bashkuar për statusin Füle nuk do t'ju tolerojnë për drejtësi në faqen 2 dhe 3. Ministri Erion Velia i projekt ligj i ri për të përndjekurit, prioritet ata që janë gjallë dhe gratë në faqen 4. Grabitjet nga energjitika, Ministri Gjiknuri diferencon çmimet sipas qyteteve. Tirana paguan për gjysmën e Shqipërisë në faqen 5. Autoriteti i konkurrencës të liberalizohet me një kontrollit teknik i mjeteve, lotaria, pullat fiskale, skanimi kontinjerve, markimi karburantëve dhe premtimi elektoral i së majtës në faqen 6. Ndarja re administrative, Poliçani, qyteti i harruar që prete përcjell matrapas deputet, krijohet komiteti për protestat masive në faqen 7. Seron Fadil Kepi, presionet për emigrantët, ushtarakët minoritarët, metalurgët dhe infermierët, trajnimi për ata që kanë marrë tokë dhe kompensim kush ka pranuar në shtet në faqen 16 dhe 17. Në opinion dhe koment, koncerti statusi dhe Nuribeu i PD-s në faqen 5, Isuf Myzyri, simboli këngës Elbasanase në faqen 9, Bujar Tafaj, gardiani i Tiranës së viteve 60, do të mund të lexoni në faqen 20. Në mozaik dhe në aktualitet do gjeni Shaban
Gec Lila në monizëm nxënësit vinin me pantallona të grisura, por nuk e linin mësimin në faqen 19. 10 qershori, mbrëmja gala nga akademikët kult, Dr. Luan Nikolari, Ali Kërcyra për atë gjirëqfikshtë në faqen 15. 3 faktorë që shkaktojnë atakun kardiak, dieta për ulqërën dhe myku i shtatzanis në faqen 22. Kemi përfunduar këtu dhe titujt kryesor të së përditshme së Telegraf për ditën e sotme. Do të kalojmë me njerë tek një tjetër e gazet, do tjetë e radhës Shqiptarja, në cilën do të mund të lexoni. Gjafaj kundër Lames, është ky kryartikulli i gazetës shqiptare për këtë ditë të sotme, ku data shënon 5 qershor. Mos sill ligj kursi i qartë, replika deputeti i Partisë Socialiste sjam me shkollnate, kreu i Aluiznit Asun. Kuvend debate për ligjin e legalizimit të trojave ku janë ndërtuar shtëpit private në Bregdet, Artan Lame, ligji synon të sistemojë 14.000 familje. Shoj mëtej, matura, programi plot për testin e gjuhës së huaja, ku duhet të fokusoheni në faqen 12, dje në Wall Street Journal, statusi me syt nga Franca e Britania, nishani në Poloni takon Obamën në 25 vjetorin e fitores së demokracisë në faqen 5. Re vajzën që bashkjetonte 23 vjeçarja 2 javë në koma në faqen 8. Ligji i ri gjob 10 fish për figurat publike që pin duhan në faqen 19. Ligji të përndjekurve ja kategoritë prioritare në faqen 11. KE rekomandon statusin kandidat, Fyle boni kompromis qeveri opozit. Rama s'është e lehtë të kërcesh Strausin, por kur tjetri nuk do, është i bashkëqiruar ky shkrim dhe me fotën e komisionerit Stefan Fyle, kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të kuvendit Ilir Meta. Shohim të tjera shkrime. Masakra me 4 viktima, gruaja burg për jetë Latollarit në faqen 15. Ashashi, arrestohet i 4-ti i Divjakës në faqen 5 të gazetës shqiptare. Ka qenë gjithçka që Gazeta Shqiptare ka publikuar në faqen e saj të parë për ditën e sotme, bëhemi gati për të zhvendosur tek një tjetër e përditshme. Do tjetë e radhës standard që vjen me titull kryesor, rekomandohet statusi, raporti i KE-s qeverisë, s'ka reforma pa dialog me opozitën. Fylle raporti, po pa kushte Rama o mor provimi, drejtësia vendos nëse ka vend, klasa apo jo në faqen 2 dhe 3. Legalizime si do të regjistrohen pronat për 14.000 banesa në Bregdet, statusi në Bashkimin Evropian, dora dhe shuplaka e Europës nga profesor Dr. Artan Fuga në faqen 15. Do të mund të lexoni këtë shkrim. Koment, Eurokracia Europiane në faqen 14. Deputetët për bankën shqiptare, kuvendit të ndalohet transferimi i parave jashtë në faqen 11, i kërkohet lidhje me forcë e përndiqte dhe kërcënonte 33 vjeçare shqiptare. Shtetasi grek nuk duronte refuzimin në faqen 7. Vlorë prokuroria kundër gjykatës, apel vendimin ndaj ish-përgjegjësve të Inuv Lushnja, arrestohet implikuar i 4 për avionin e Divjakës në faqen 7. Projekt ligjëri shtohen kategoritë e përfituesve për ish të përndjekurit. Çmimi evropian kadare i përzgjedhur për romanin e penguara. Do të mund të lexoni këto detaje nga Vlorë, prokuroria kundër gjykatës në brendësi të gazetës Standard. Vizita 2 ditore në Berlin, Basha lëbon në Gjermani, Shqipëria dhe shqiptarët e meritojnë statusin në faqen 5. Anglisht, frëngjisht, italisht dhe gjermanisht janë notat që kanë marrë maturantët në provimin e parë. Listën e plot do të mund ta lexoni nga faqja 16 deri në faqen 20 të gazetës Standard dhe këtu kemi mbyllur titujt kryesor të kësaj të përditshme për ditën e sotme. Do të kalojmë me njëherë tek një tjetër gazet, do të ndalemi tek e përditshmja e radhës, është gazeta Ballkan, e cila vjen me titull kryesor status pa kushte. FT Bashkimi Evropian do ta pranojë Shqipërinë, PSO për gjuha nga shiu, keq përdorën pajisjet. Ish ushtarakët të ri llogaritje nga ana e pensioneve, drafti zbardhet formula e re, 2% përfitohet edhe nga administrata, pensione më të larta se aktuale, gjysma e kontributeve suplementare llogaritjet me 4%. Paratë e shqiptarëve po dërgohen jashtë vendit, ligjet hezitojnë për legalizimin në Bregdet, mbyllet greva e urisë të larguarve nga administrata, këshillat mjekësore sindikojnë tiroidet në sëmundjet e zemrës, si të mbajmë nën kontroll alergjit në faqen 20. Opinione pse kaq frikën nga reforma në arsim në faqen 10, të krishterët e pa krishterë në faqen 11, ligji i ri për të përndjekurit, ja cilët përfitojnë të parët në faqen 2.
Parat e shqiptarëve po dërgohen jashtë vendit, kanë qenë këto dhe titujt kryesor të gazetës Ballkan për ditën e sotme. Do të kalojmë tek një tjetër e përditshme, është e radhës gazeta Dita, e cila vjen me titull kryesor për ditën e sotme statusi. Për Fakultetin e Drejtësisë dhe statusin e Shqipërisë ju kujtohet peticioni 2 profesor doktor Fyle dhe Stano dhe një listë me 110 profesor shqiptar. Një apel memorjes së kombit me një ngjarje të bujshme të një viti më parë ose kur për statusin e Shqipërisë e rekomandojnë profesorët e huaj, por jo ata shqiptar në faqen 2 dhe 3. Ligji i ri për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politik si bëhet ndarja në 6 kategori përfituese, detajet e draftit të ri, mënyra favorizimit të femrave në listë, ndarja e qartë e krerëve për datën dhe shumën që do të përfitojnë secili. Krokodili në Sheraton, biseda që i dha fund grevës uris. Pra pas kenat e takimeve, çfarë u tha në takimin Fyle Rama dhe një bisedë me Majlinda Brekun, analistë, shtypi gjerman, 4 hipotezat si parashihet të jetë e ardhmja e Bashkimit Evropian, në brendësi pse po sulmohet Bedri Bloshmi, mbaju Çiljet, mbaju motor, Shqipëria ime fantastike në Orikun, personazh, drejtori Artan Didi shkarkon nga policia 4 besnikët e agron Kuliçajt në faqen 9, shkatërimi familjes, historia e trisht e Klaudias, vajza një nëne që e braktisi dhe gjyshes që e rrit në faqen 12 dhe 13. Këtu kemi mbyllur titujt kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme, do të kalojmë tek një tjetër e përditshme. Do të jetë e radhës gazeta. Do të kalojmë në këto momente tek një tjetër e përditshme, do të jemi me rilindjen demokratike, në të cilën do të keni mundësinë të lexoni një krye kriminal për qarkun e Vlorës. Është ky kryeartikull i gazetës Rilindja Demokratike për këtë ditë të sotme. Për të vijuar më pas më në brendësi me të tjera detaje, Berisha, Shqipëria e meriton statusin që prej 3 vjetësh protesta, policia qëllon me armë banorët në minjerën e Kalimashit, Corriere della Sera, flota e narkotrafikut nga Shqipëria në Itali. Ramazani po thellojnë krizën, 500 milion euro të tjera borxh. Basha lobim në Gjermani për statusin KE propozon për të tretën herë në faqen 4 dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Rilindja Demokratike. Për të kaluar tek një tjetër e përditshme do të jemi me gazetën e radhës, është Tirana Observer, e cila sigurisht që është përqendruar tek statusi. Shumica të përditshmeve tona gjatë ditës së sotme janë fokusuar te rezultatet e statusit, pra tek kjo po e këshilluar nga Komisioni Evropian, por sigurisht që verdiktin final do ta marrin ministrat e Bashkimit Evropian, ata të Parlamentit Evropian, të cilët do të vendosin në 23 qershor nëse Shqipëria merr statusin e vendit kandidat ose jo. Statusi Fyle, rekomandim pa kushte, raporti KE-s i ulët numri dënimeve për korrupsionin e zyrtarëve të lartë, zbardhen batutat, Rama më vjen keq për Çiljetën, nuk ka koncert. Speciale 50 fakte të ralla nga historia e Kupës së Botës në faqen 12 dhe 13, kultura, Street Lulushi, fjalori fotografisë, një fjalor drite në faqen 15, fiton Rachel Stevens, femrat më seksi të gjitha kohërave në faqen 24. Shkarkimet, Didi liron nga detyra 5 punonjës policie, mes tyre edhe Tonin Vocin. Do të mund të lexoni detajet në faqen 7. Mediat e huaja, statusi për Shqipërinë si kundërpeshë Bashkimit Evropian ndaj ekstremistëve, gëzimi për statusin Klajda Gjoshës i puthin dorën, Edi Rama fotografon në Fylen. Bregu vu vlerësuam ne, Gjosha ky sinjal shtys që të mos ndalemi me reformat në faqen 2, 3 dhe 4. Ëndra pansilvaniste Kosova-Serbia e vjetër në faqen 16, Farajon në faqen 10 dhe 11, rezoluta, fitimet e bankave private ku vendi kërkon Fullanit të shtoj kontrollet në faqen 5, ndryshojnë pagesat për ish të përndjekurit, ja kategoritë e ish të përndjekurve politik që do të dëmshpërblehen të paret. Ministri Velia, trashëgimtarët do paguen të fundit, prioritet gratë. Shkrimtari Kadare në listën e shkurtër të çmimit evropian për letërsi në faqen 15, opinion viti prindërve vrasës nga Klaudia Malaj në faqen 11, ndryshimet në ligj, gjoba dhe masa të reja për të forcuar luftën kundër duhanit në faqen 8, Qershia,
fruti magjik që të dobëson dhe të rinon lëkurën sëmundje që parandalon në faqen 19 dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Tirana Observer për ditën e sotme. Për të vijuar me të tjera të përditshme do t'jemi me gazetat tona sportive me të radhës Sporti Ekspres, i cili kam bërritur në redaksin tonë në ditën e sotme dhe do të mund të lexoni tjetër dështim, humbja e dytë, po aq miqësore, një penalti na ndëshkon në skuadrën e Debiazit. Tani është zyrtare, Ilion Lika firmos me flamurtarin, trajneri e Gjoka i qetë shumë shpejt, do të kemi flamurtarin që duam të gjithë në faqen 7. Sabien Lila i zgjedh Azerbajxhanin, do të shkoj tek Azal Baku në faqen 5, do të mund të lexoni këtë shkrim mbi këtë transferim të futbollistit shqiptar. Hungari-Shqipëri 1-0 paraqitje vakët e tanëve hungarezët firmosin si macja e zezë. Gea Sport synon të ndërtoj një vllaznit të denjë për titull në faqen 8, bardhe blu të ardhmja, donatorët sot takojnë Maganin për Mercato në faqen 9, Kuksi rrezikon të jetë pasur në Europa League në faqen 10, reagimi Emri Laçit në listën e Fenerbahçe, trillim në faqen 9, Portugali, magjistari ganez Cristiano Ronaldo ne kam dëmtuar unë, Neymar është si Messi dhe Cërështate garanton Fred, Riber, dhimbja e Messit fshihet nga mjekët, krerët e FSHF-s të zhgënjur Debiazi vë fajin gjykimit, mbrojtësi Prençi kundër klubit, mësova në Facebook largimin nga Partizani në faqen 9, eksodi titularit e Tomorit drejt Kavajes. Italia jashtë formë, Anglia në kaos, mbrojtjet KO në faqen 15 do të mund të lexoni këtë shkrim. Dhe kemi mbyllur këtu dhe titujt kryesor të gazetës Sporti Ekspres për të ndalur tek një tjetër e përditshme. Do t'jemi tek gazeta sportive Gol, e cila vjen me krye artikull ana pozitive e misores, një vitrin për talentet kuqezinj. Misoria me Hungari nuk ishte vetëm një test për kombëtarët shqiptare, por edhe për futbollistët e veçantë, të cilët janë vënë në qendër të merkatos. Disa prej tyre kanë rënë në grepat në thonjza të klubeve të ndryshme dhe ndaj Hungarisë vëmendja ishte edhe për ta në aspektin individual. Misore luajtur në stadiumin në Ferenc Puskas të Budapestit ka qenë një vitrinë e mirë për disa lojtarë si Sokol Cikaleshin apo edhe për Elseid Hysaj në faqen 2. Tjetër humbje, një penalti ndëshkon shqiptarët në Budapest në faqen 2, goditja Ergjend Malaj parimisht dakord me Tiranën, çështja talenti telenovela Januzajt në botror me belgët, por Kosova shpreson, pritet firma, Diego Costa kalon vizitat mjekësore me Chelsea në faqen 2. Ilir Azemi mund të transferohet tek Hamburgu, sulmuese kosovar mund të lërë gjatë kësaj javë skuadrën në të cilën ndodhet aktualisht, por të zhvendosur më pas tek Hamburgu. Detajet do të mund të lexoni në faqen 2 të gazetës sportive Gol dhe me gazetën Gol ne kemi mbyllur titujt kryesor të së përditshmeve tona, shumica prej të cilave sigurisht ishin fokusuar tek thënia e një poje nga Komisioni Evropian shumë e rëndësishme dhe e ndjekur me shumë vëmendje gjatë gjithë ditës së djeshme, të gjitha reagimet. Ka pasur në fakt një bashkim për integrimin ndërmjet mazhorancës dhe opozitës, ku opozita ka deklaruar se ne janë vlerësuar të gjitha përpjekjet dhe të gjitha reformat e ndërmarra gjatë 8 viteve qeverisje. Nga ana tjetër mazhoranca ka deklaruar se asgjë nuk është hedhur poshtë sa i takon reformave të ndërmarra në 8 vite të qeverisjes së kaluar. Sigurisht që të përditshmet tona janë fokusuar dhe tek ngjarje të tjera të rëndësishme me problematika sociale, ekonomike, kulturore dhe do të mund të lexoni përgjatë ditës së sotme në brendësi të tyre të detajuar. Këtu kemi mbyllur dhe hapësirën dedikuar pasqyrimit të shtypit të ditës për të shkuar në pak çaste publicitet dhe për të rikthyer sërish së bashku e për të vijuar me të tjera informacione. Do të vijojmë me disa nga zhvillimet më kryesore të 24 orëve të fundit. Shqipëria kalon provimin e Europës dhe shanset e Tiranës për të hyrë zyrtarisht në hartën e kryeqendrave të kontinentit të vjetër rriten. Komisioni Evropian i rekomandoi pa kushte Këshillit Evropian statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Stefan Füle njofton në Tiranë vendimin e Brukselit, ndërkohë që ankthi i pritjes për pon finale do të zgjasë deri në mbledhjen e Këshillit Evropian në datën 23 qershor. Komisioni Evropian rikonfirmon rekomandimin pa kushte për dhënien e statusit kandidat Shqipërisë më 23 qershor. Pas takimit të nivelit të lartë Shqipëri BE sot në Tiranë, komisioneri për zgjerim Stefan Füle shprehi besimin
se edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të japin një vendim pozitiv, pasi sipas tij edhe argumenti është i tillë. Ndërsa kryeministri Rama e cilësoi këtë raport jo si një triumf të qeverisë së tij, por si një moment ku rëndohet përgjegjësia. Kemi pasur pra një konferencë në Selanik përpara 2 javësh. Po ashtu, konferenca në Vjenë, e cila ndodhi dje në fakt, dhe në të dyja këto konferenca u theksua rëndësia e vazhdueshme e zgjerimeve. Ne konfirmojmë pa pikë dyshime, ashtu siç e tha dhe zoti kryeministër, pa kushte dhe pa rezerva, rekomandimin që shtetet anëtare t'i japin Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Ne sot ndjehemi edhe më shumë të rënduar nga pesha e përgjegjësisë. Raporti i bërë nga një palë e tretë që është e njohur botërisht për faktin se punon me fakte, jo me thashetheme, punon me prova, jo me pretendime. Komisioneri Fyle nuk anashkaloi dhe situatën politike në vend, duke i bërë thirrje mazhorancës dhe opozitës për të qenë më të moderuar në të mirë të imazhit të Shqipërisë dhe rrugës së reformave. Klima e vazhdueshme konfrontuese politike e dëmton imazhin e Shqipërinë dhe mund të pengojë procesin e reformave. Si qeveria, ashtu edhe opozita duhet të tregojnë moderim dhe të ndërveprojnë në mënyrë konstruktive me një qasje e cila të bazohet te kompromisi. Duke e premtuar bashkëpunim në çdo hap me opozitën në rrugën drejt integrimit, këtë raport kryeministri Rama e përktheu kështu. Për mua lexohet kështu: më shumë përgjegjësi dhe më shumë punë për qeverinë, më shumë realizëm dhe më shumë përgjegjshmëri për opozitën. Vizita zyrtare e komisionerit Fyle sot në Tiranë, në kuadër të dialogut të nivelit të lartë Shqipëri-BE, nisi me takimin me dyert të mbyllura rreth orës 8:30 minuta me kryeministrin Edi Rama në kryeministri. Rreth orës 9:30 minuta, komisioneri Fyle zhvilloi një takim me kryetarin e Komisionit të Integrimit Majlinda Bregu. Rreth orës 10 të paraditës, nisi edhe raundi i tretë i dialogut të nivelit të lartë Shqipëri-BE, ku opozita përfaqësohej nga deputetët Bregu, Ristani dhe Halimi. Takim ky që u finalizua me konferencën e përbashkët për shtyp mes komisionerit Fyle dhe kryeministrit Rama. Komisioneri Stefan Fyle nuk u takua me presidentin e Republikës dhe kryetarin e Partisë Demokratike, pasi këta të fundit ndodhen jashtë vendit. Dikur lajmëtarët që vinin nga perëndimi drejt detit apo qiellit quheshin kasnec të lajmeve jo fort të mira. Sot Shqipëria priti Stefan Fylen, komisionerin për zgjerim në Bashkimin Evropian, në këtë pritshmëri të lartë, natyrshëm mbi fjalët e moçme, nëse vjen për të mirë të vishem si gjëraqin. Shpresojmë që shekuj të mos tallen si për hera me ne, duke nxjerr nga sunduku rrobat e Kallogres. Partia Demokratike përshëndeti vendimin e Komisionit Evropian për të rekomanduar për të tretën herë radhazi statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Deklarata vjen nga ish-ministri i Integrimit Majlinda Bregu, ndërkohë që lideri i opozitës Lulzim Basha lëbon në Berlin për votën pro Shqipërisë. Edhe opozita mbështet fuqimisht integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke filluar që nga marrja e statusit kandidat më 23 qershor. Kryetaria e Komisionit të Integrimit Majlinda Bregu, duke folur pas dialogut të nivelit të lartë, tha se rekomandimi i Komisionit Evropian ishte i merituar dhe se progresi raporti vlerësoi edhe punën e qeverisë së kaluar. Jemi ndjerë shumë mirë së bashku me kolegët e mi të opozitës që në raport vlerësohen arritjet, puna, përpjekjet, reformat e ndërmarra gjatë 8 viteve të qeverisjes tonë. Është një vendim i cili jo vetëm i duhet Shqipërisë, i duhet të gjithë shqiptarëve sepse e kanë merituar atë vendim e kot. Ndërkohë, në kuadër të lobimit për dhënien e statusit kandidat për Shqipërinë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vijuar me vizitën e tij zyrtare në Gjermani. Basha u prit në një mëngjes pune nga nën kryetari i grupit parlamentar për politikën e jashtme i CDU-CSU në Bundestag, i shoqëruar nga raportuesi për Shqipërinë. Gjatë takimeve, kryetari i Partisë Demokratike theksoi se opozita shqiptare është vendosur të mbështesë pa asnjë rezervë dhe pa kushtëzim integrimin evropian të Shqipërisë, gjë që ka dëshmuar gjatë gjithë këtyre muajve. Basha kërkoi edhe një herë mbështetjen e Gjermanisë për një vendim pozitiv në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Evropian për marrjen e statusit.
Edhe mediat ndërkombëtare kanë komentuar statusin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Analizën e së përditshmes britanike Financial Times dhe agjencisë italiane të lajmeve ANSA raportohet se Londra dhe Berlini kanë zbutur tashmë qëndrimet e tyre, ndërsa këshillojnë që Tirana nga ana e saj të mos ndalë lobimin. Raporti i statusit të vendit kandidat ka gjetur jehon edhe në mediat ndërkombëtare. Sipas gazetës Financial Times, pa kohë pas publikimit të vendimit nëse Shqipëria do të marrë statusin e vendit kandidat, Komisioni Evropian vlerëson se Shqipëria ka zbatuar dhe ka konsoliduar masat e reformave të integrimit dhe ju propozon vendeve anëtare të japin statusin e vendit kandidat Shqipërisë. Sipas gazetës britanike, ka një zbutje të kundërshtimeve ndaj Shqipërisë nga disa vende anëtare. Britania, Gjermania dhe Hollanda, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, kanë deklaruar se ka një ulje të kundërshtimeve ndaj kandidaturës sonë. Sipas Financial Times, ky është një hap pozitiv për pranimin e kandidaturës, në një kohë që zyrtarët e Bashkimit Evropian shprehen se rruga drejt anëtarësimit do të jetë e gjatë dhe e vështirë. Ndërsa sipas agjencisë italiane të lajmeve, tani më statusi i vendit kandidat për Shqipërinë është në duart të vendeve anëtare. Shqipëria është vlerësuar për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe gjithashtu për reformën në sistemin e drejtësisë. Shqipëria të vijojë me reformat për integrimin e mëtejshëm në Bashkimin Evropian, ka qenë ky mesazhi i ambasadorit italian Massimo Gajani në një intervistë për radio televizionin Ora News. Diplomati italian u shpreh se qeveria shqiptare ka bërë pjesën e saj për sa i përket dhënies së statusit të vendit kandidat. Shqipëria e ka merituar statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian që në dhjetor, ndërsa tani pas 6 muajsh, me rrugtimin që ka ndjekur, marrja e statusit është plotësisht i merituar. Ky ka qenë vlerësimi i ambasadorit italian Massimo Gajani, i bërë nga qyteti i Shkodrës, ku theksoi se Italia ka qenë dhe është pro marrjes së statusit. L'Italia riteneva che già in dicembre Italia besonte që në dhjetor se Shqipëria meritonte statusin. Besojmë se rruga e bërë që atëherë ishte pozitive dhe sot natyrisht kjo njohje është më e merituar. Ndërsa në lidhje me trafikimin e lëndëve narkotike nga Shqipëria në drejtim të Italisë, ambasadori Gajani u shpreh se kjo tregon se aksionet e policisë funksionojnë. Il fatto che ci siano i sequestri vuol dire che Fakti që ka sekuestrime do të thotë që aksioni i policisë funksionon. Natyrisht është një shenjë pozitive dhe shpresojmë që të vazhdojë ky aktivitet dhe të jetë më efikas për të ndëshkuar një fenomen që dëmton vendet tona dhe Europën. Pyetjes së gazetarëve për grevat që po zhvillohen, ambasadori italian u përgjigj se ato janë një e drejtë e gjithë secilit për të manifestuar, por qëndrojnë të ndara nga rrugtimi evropian. Këto deklarata ambasadori italian Massimo Gajani i bëri ndërsa mori pjesë në festën e Italisë në Shkodër, organizuar në konsullatën e nderit në këtë qytet. Dalin nga greva urisë të larguarin nga administrata, komisioneri Fyle dha mesazh të qartë për qeverinë, kështu deklaruan grevistët gjatë konferencës për shtyp, ku edhe u njoftua vendimi për ndërprerjen e grevës së urisë. Të larguarit nga administrata ndërprej në ditën e 15 grevën e urisë pas deklaratave të komisionerit për zgjerim në Bashkimin Evropian Stefan Fyle. U njohëm në përfshirjen në agjendën e sotme të komisionerit të Bashkimit Evropian, zotit Stefan Fyle, për çështjen e të larguarve nga administrata publike. Duke besuar në fjalën e zotit Fyle, i cili deklaroi se këtë çështje Bashkimi Evropian do ta ndjeki në vimësi. Ne vendosëm ndërprerjen e grevës. Një ditë më parë, grevistët përmes një letre të hapur i kërkon komisionerit Fyle të negociojë me qeverinë për kauzën e tyre. Gjatë konferencës për shtyp me kryeministrin Rama, komisioneri Fyle u bëri thirrje grevistëve të mos rrezikojnë me shëndetin e tyre, ndërsa konfirmoi se ka biseduar edhe me qeverinë për grevën e tyre. Për sa i përket grevës së urisë së zyrtarëve të larguar nga puna, e di, kam njohuri pra dhe informacion për këtë grevë dhe shoh me shqetësim. U bëj thirrje grevistëve të mos ta vënë shëndetin dhe jetët e tyre në rrezik. Ne po i ndjekim këtë çështje nga afër dhe flasim për to në mënyrë të rregullt me qeverinë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Një përfaqësi e punojësve të larguar nga administrata u ngujua në grevë urie në 20 maj, ndërsa rreth një javë më parë në grevë u bashkuan edhe të liruarit nga policia e shtetit. Do zhvendosemi në informacionet nga bota. Presidenti sirian Bashar al-Assad ka fituar një mandat të tretë të qeverisës në postin aktual pasi ka siguruar 88.7% të votave në zgjedhjet presidenciale të së martës. Kështu ka bërë të ditur kreu i parlamentit të Sirisë, Mohamed al-Laham, ditën e mërkurë.
Mesazhi dyfisht i Bashar al-Assad nëpërmjet spotit elektoral për një mandat të ri presidencial që i drejtohet perëndimit dhe qytetarëve sirian. Siria shfaqet objekti i lojës me letra në tavolinën e rumbullakët. Përmes kësaj video Assad tregon se është i fortë për të përballur me çdo që guxon të shkelë në Siri dhe që vendos për Sirinë. Ora 7 e mëngjesit shënoi dhe nisjen e zgjedhjeve presidenciale të Sirisë. Në garën presidenciale garojnë 3 kandidatë: presidenti sirian Bashar al-Assad dhe 2 kandidatët e tjerë, Maher Hayar dhe Hassan al-Nouri, të cilët janë thuajse të panjohur për popullin sirian. Të gjithë qytetarët sirian me dëshirën e tyre apo të detyruar flasin për një mandat të rrandës të presidentit Bashar al-Assad. Çfarë zgjedhjesh nuk do të thot asgjë për ne, edhe sikur asnjë të mos votoj, ai do të fitojë sërish. Bashkëshorti im dhe 3 vëllezërit e tij ishin të detyruar të votonin për Assad dhe të urdhëronin të tjerët të votonin për të gjithashtu. Perëndimi nuk e kupton Sirinë. Ne duam që Assad të largohet me çdo kusht, pavarësisht sa zgjat. Prej 3 vitesh Siria është në luftë civile dhe 10 mijëra persona kanë humbur jetën dhe milionat e tjerë janë zhvendosur. Kjo është hera e parë që në zgjedhjet presidenciale shfaqet më shumë se një kandidat, pavarësisht se zgjedhjet janë cilësuar si farsë. Fjalimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në Poloni ishte një denoncim i qartë ndaj Rusisë lidhur me veprimet në Ukrainë. Obama u shpreh se agresioni rus kurse si nuk do të mund të cënojë kombet e lira. Ndërkohë i pranishëm në 25 vjetorin e lirisë së Polonisë ishte edhe presidenti i vendit Bujar Nishani. As we've been reminded by Russia's aggression in Ukraine, our free nations cannot be complacent. Agresioni i Rusisë në Ukrainë na kujton se kombet tona të lira nuk mund të jenë të vetëkënaqura nga vizioni që ndajmë për një Europë të plotë, të lirë dhe në paqe. Ne duhet të punojmë për këtë, duhet të jemi në krah të atyre që kërkojnë lirinë. Ne nuk do të pranojmë shkeljen e sovranitetit të Ukrainës. Kombet tona të lira do të qëndrojnë të bashkuara në mënyrë që provokimet e mëtejshme ruse do të thonë vetëm më shumë izolimin dhe shpenzimet për Rusinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dënuar sërish veprimet e Rusisë në Ukrainë duke i cilësuar taktikat e Moskës si të errta që i përkasin shekullit të 20. Gjatë fjalës së tij në 25 vjetorin e zgjedhjeve demokratike në Poloni, presidenti amerikan Barack Obama shpreh mbështetjen e tij ndaj presidentit të sapo zgjedhur të Ukrainës Petro Poroshenko dhe theksoi se Ukraina do të jetë e lirë dhe të zgjedhë vetë për të ardhmen e saj. Në fjalën e tij përpara personaliteteve dhe anëtarëve të familjes mbretërore në Varshavë, Obama theksoi përparimin e Polonisë dhe konfirmoi premtimin e Amerikës për të qëndruar pranë aleatëve të saj të NATO-s. Article 5 is clear, an attack on one is an attack on all. Neni 5 është i qartë, një sulm ndaj njëri do të thotë sulm mbi të gjithë. Polonia kur nuk do të qëndrojë vetëm, Estonia kur nuk do të qëndrojë vetëm, Letonia gjithashtu kur nuk do të qëndrojë vetëm, Lituania kur nuk do të qëndrojë vetëm, Rumania nuk do të qëndrojë vetëm. Shtetet e Bashkuara do të ruajnë përkushtimin e vazhduar, tani dhe për gjithmonë për sigurimin e aleatëve të NATO-s. Këto nuk janë thjesht fjalë por angazhime të pathyeshme që vijnë nga aleanca më e fuqishme në botë dhe nga forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ushtrisë më të fortë në histori. Kreu i Shtëpisë së Bardhë Barack Obama do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin gjatë së premtes në Francë, ku do të kujtohet 70 vjetori i zbarkimit të forcave aleate në Normandi. Ky fundit ka pranuar se është i gatshëm të ketë dialog me presidentin amerikan. Ndërkohë në 25 vjetorin e Polonisë së lirë mori pjesë presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, i cili pati rastin të shtrëngojë duar dhe të shkëmbejë përshëndetje me presidentin amerikan Barack Obama dhe presidentin e zgjedhur të Ukrainës Poroshenko. Të ndalemi në informacionet nga vendi, do të jemi në kulturë. Puritarizëm abstraksionisht thellësisht lirik është ky edhe mesazhi që vjen për ekspozitën më të fundit të Admir Përvathit, 60 tablo paraqesin një trinom elementësh ku mbashtrohet cikli i peizazheve fantasmagorike. Piktori Admir Përvathi sjell përpara opinionit ardashës ekspozitën, që në themel të saj ka abstraksionin piktoral. Mbi këtë përvojë krijuese, Përvathi konkurri në puritarizmin abstraksionist, thellësisht lirik, që ka pejzimet e lojës me ngjyrat, e që në thelb ka zbërthimin e drithërimave emocionale. Është një marrëdhënie lirë që shikuesi ardashës e lidh me veprën. Kur them marrëdhënie të lirë kanë parasysh format piktorike të sjellën e pikturë dhe ajo që ka shikuesi ardashës shef tek ajo pikturë. Janë rreth 60 tablo, të cilat paraqesin një trinom elementësh, ngjyra, forma dhe reflekse ku mbashtohet cikli i peizazheve fantasmagorike.
Një veçantë e pikturës abstrakte është kompozimi me anë ngjyrës. Të paktën flas për pikturën time. Kompozimi me anë ngjyrës janë marrëdhënia e ngjyrave me njëra tjetrën, teknikat e përdorura, velaturat, frakturat, format të ndryshme. Një pjesë janë teknik mix në akrilik, një pjesë janë vetëm me akrilik, kur them teknik mix kam parasysh piktura që janë me relief. Ekspozita e piktorit Admir Përvathi do të qëndrojë e hapur deri më datë 6 qershor në Muzeun Historik Kombëtar. Me këtë material të përgatitur nga Departamenti i Informacionit, ne kemi mbërritur edhe në minutat e fundit së Info Morning për ditën e sotme, duke ju lënë në shoqërinë e rubrikës së kalendarit historik. Unë ju uroj që të kaloni një ditë sa më të këndshme. Bashkë ritakohemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Mirupafshim. Më 5 qershor të vitit 1947, sekretari amerikan i shtetit George Marshall në një fjalim në Universitetin Harvard i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të ndihmonin Europën e shkatruar nga lufta. Në mars të vitit 1948, Kongresi Amerikan votoi për planin Marshall, duke i dhënë Europës $4 miliardë. Plani Marshall zgjati 4 vjet dhe Shtetet e Bashkuara dhanë $12 miliardë për Europën perëndimore. Winston Churchill, i cili sori si amerikanin më të madh të shekullit të 20, George Marshall, thuhet që ai personifikonte transformimin e Amerikës nga izolimi në mentalitetin e komuniteteve të vogla në një udhëheqje globale. Gjatë karrierës së tij mbajti postën në 2 luftra botërore, në 8 president amerikan. Ai ishte i vetmi ushtarak i cili mori çmimin Nobel në vitin 1953. Por Rachel Thompson, drejtoresh për informacionin në Vilën Dodona, thotë se Marshall ndoshta njihet më së miri për planin Marshall për ndërtimin e Europës pas luftës së dytë botërore, që ai ndihmoi të krijohej dhe zbatohej kur ishte sekretar shteti në administratën e presidentit Truman në vitin 1947. Në Europë njerëzit e kujtojnë për këtë rol. Këtu në Vilën Dodona presim vizitorë nga Gjermania, nga Hollanda dhe vende të tjera europiane që kanë përfituar nga plani Marshall. Ata vijnë këtu me lot në sy dhe thonë se nuk do të kishin mbijetuar po të mos kishte qenë plani Marshall. Kjo na bën të mendojmë se ai ishte heroi amerikan për botën. George Marshall lindi në Uniontown të Pensilvanisë në vitin 1880. Më 5 qershor të vitit 1898 lindi Federico Garcia Lorca, shkrimtar spanjoll. Tek ai gjithçka ishte frymëzimi. Jeta e tij në një harmoni të mrekullueshme me veprën ishte triumfi i lirisë mes jetës dhe veprës. Mes të dyjave ka një shkëmbim shpirtëror dhe fizik kaq konstant, kaq pasionant, duke i bërë të dyja përjetësisht të pandashme. Një nga më të mëdhenjtë e poezisë spanjolle e njohur në të gjithë botën, lindi më 5 qershor 1898. Një fëmijë i gëzueshëm, por i ndrojtur dhe i frikësuar, me një kujtesë të jashtëzakonshme dhe me një pasion të madh për muzikën. Një djalosh që nuk kishte rezultate shumë të mira në shkollë, por që ishte shumë i zotit të bënte për vete një pafundësi njerëzish. Studimet e tij shumë shpesh shënuan nga problemet të lidhura me sëmundjen e tij të rëndë. Në fillim të viteve 20 ai gjendet në Madrid, ku shpirti i tij artistik formohet akoma më shumë, duke qenë se është në kontakt të vazhdueshëm me artistë si Dali, Buñuel dhe në mënyrë të veçantë me Jimenez. Në të njëjtën kohë ai i përkushtohet veprave teatrore, të cilat e pritën me një lloj ftohtësie. Pas diplomimit udhëton shumë mbi të gjitha mes Kubës dhe Shteteve të Bashkuara, ku njihet drejt për së drejti me kontrastet dhe paradokset tipike të një shoqërie të evoluar. Fal këtyre eksperiencave formohet akoma më shumë dhe përkushtimi social i poetit. Ai nis të krijojë grupe teatrore të pavarura, të cilat e dhanë ndihmën e tyre në zhvillimin kulturor të Spanjës. Më 19 gusht, poeti që ishte fshehur në Granada të disa miq të tij u gjet. Ronald Reagan u lind më 6 shkurt të vitit 1911 në Tampico dhe vdiq më 5 qershor të vitit 2004 në Bel Air të Los Angeles në Kaliforni. Ai u lind në një familje relativisht të varfër me origjinë nga Irlanda. I ati i tij punonte si këpucar, shkollën e mesme dhe fakultetin e mbaroi me ndihmën e bursave dhe të punëve, të cilat i kryente për të siguruar të hollat për shkollim. Studioi sociologji, ekonomi dhe shkenca teatrale, por një kohë ai punonte edhe si komentator sporti, ndërsa në vitin 1937 pranoi një kontratë 7 vjeçare për Hollywood nga kompania Warner Brothers. Në 2 dekadat e ardhshme, Reagan mori pjesë në më shumë se 50 filma nga viti 1947 deri në vitin 1952 ishte kryetari i sindikatës së aktorëve. Këtu mund të themi se filloi aktiviteti i tij politik.